Nisja e viti 2026 e gjen të pezulluar një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore në jug të vendit. Punimet për projektin e portit të ri të integruar të Vlorës në zonën e Triportit janë dalur, duke kthyer atë që duhet të ishte një kantier ndërtimi aktiv në një territor të zhytur në heshtje. Territori është pushtuar nga heshtja, aty ku supozoi të dëgjoheshin makineri, mjete të rënda dhe zhurma e punimeve, sot mbizotëron qetësia. Porti i ri i Vlorës, i konceptuar si një nyje strategjike për mallra dhe pasagjer, është aktualisht i bllokuar nga SPAK. Ky projekt ambicios synonte të sillte zhvillim ekonomik, rritje të kapaciteteve portuale dhe një dimension të ri për transportin detar në jug të Shqipërisë. Por sot, ai ndodhet në një gërç të thellë ligjor dhe institucional, duke ngritur pikpyetje serioze mbi të ardhmen e tij. Skandali rreth projektit u thellua në muajt e fundit të vitit 2025, kur u bë publike se fituesi një prej investimeve më madhore në qytetin e Vlorës, me vlerë rreth 60 milion euro, ishte shpallur një pensionist me një pension prej rreth 200.000 lekësh të vjetër. Një fakt që tronditi opinionin publik dhe ngriti dyshime të forta mbi procedurën e ndjekur për dhënien e koncesionit. Sipas të dhënave të bëra publike, koncesioni portit të integruar të Vlorës dyshohet se fshen pas vetes një procedurë të dyshimt, e cila ka favorizuar një shoqëri të krijuar rishtazi, pa eksperiencë të provuar në fushën e ndërtimit apo menaxhimit portual. Ndërkohë pronari zyrtar i saj rezulton të jetë një pensionist pa kapacitete financiare dhe profesionale për të realizuar një projekt të këtyre përmasave. Në një kohë kur punimet duhet të zhvilloheshin me ritme të larta, duke respektuar afatet dhe pritshmëritë, projekti ka mbetur në vend numëro. Kjo situatë nuk ka sjellë pasoja vetëm për zonën e Triportit, por ka ndikuar drejt për drejt edhe në funksionimin e portit aktual të Vlorës. Bllokimi i projektit të ri ka krijuar vështirësi të mëdha për aktivitetin financiar dhe ekonomik të portit ekzistues. Ndërsa territori i portit aktual në skel po merr një tjetër drejtim zhvillimi urban, kapacitetet për përpunimin e tragjeteve dhe anijeve tregtare janë të kurrur ndjeshëm. Në portin aktual të Vlorës ka vështirësi serioze në menaxhimin e fluksit të anijeve tregtare dhe tragjeteve të pasagjerëve. Kjo ka sjellë pasoja të drejtë për drejta edhe në linja detare me Italinë. Ulja drastike e numrit të kompanive që operojnë në këtë linjë ka sjellë automatikisht edhe rënje të numrit të udhëtarëve. Një situatë që reflektohet drejt për drejt në të ardhurat e shoqërisë së portit detar dhe në ekonominë lokale, e cila varet në një masë të konsiderueshme nga transporti detar dhe turizmi. Por zvarritja më tejshme e projektit të portit të ri mund të thellojë edhe më shumë krizën në sektorin portual të Vlorës, duke humbur jo vetëm investime, por edhe besimin e operatorëve dhe partnerëve ndërkombëtar. Ndërkohë që SPAK vijon hetimet për procedurat e ndjekura dhe përgjegjësitë ligjore, e ardhmja e portit të ri të Vlorës mbetet e paqartë. Një projekt që duhet të ishte tashmë në fazë të avancuar ndërtimi, sot ndodhet i bllokuar, duke lënë pas pasiguri, pasoja ekonomike dhe një qytet që pret përgjigje. Se kur do të rifillojnë punimet në Triport, mbetet ende një pikpyetje e hapur.